Edhe njerëz, unë sot do mi marrë me veti, kur Klaudia ma bërë make-upin dhe do më korrigjoj tek videoja ime se çfarë kam bëu gabim. Këto po ma hidraton fytyrën. Fali më i falë se ti s'nalësh të folë. Da me falë unë. Pra hidratoj fytyrën dhe ja bëj me balmin e fislit. Kjo është një sekret. Pike. Po i vendos fondatinën e Yseles, e cila unë e kam fiksim sa e vjen Gjeneta, këtë e kam shumë. Ja dhe pak të bardhë, pastaj arrita me kur më bëni ashtu të bardhë. Po, pse ka që bardhë? Po kjo e ka teknikën e vet. Okej, dhe një të kontori, po bëjmë një çokoladë. Njerëz ju lutem s'ke bërë këta. Gjeneta vdesi. Hiv. Mos më vëse. Këto baby pink. Po tani do më tregosh se çfarë ke pa gabim tek videoja. Çfarë kam pa gabim tek videot, një gjë që më bëri përshtypje përdorimi i furçave. Kisha përdorur një furçë të bardhë. Po furça unë çastoj Nina mirë, me çato Nina mirë. Okej. Unë kam marrë kritik që kam përdor blush para bronzer. Po. Një ndërton. Ama përdorimi i furçave mendoj se është më rëndësishëm. Apo ani a mirë bleti një komplet. Patjetër, si deo. Mirë. Njerëz a përshëndet, kam ju tregu. Kam veti. Po Klaudia, unë kam një problem. Që unë kur përvë make-upin, edhe kur përvë pudrën, po më duket shumë bardhë këtu në për foto, kur i bëj me blecë. Pse? Kam punu këtë formë. Duhet të bëjmë këtë formë, që t'jetë mish me pjesën e lëkurës, që mos të lëri direkt pak të bardhë. Po, shtu duhet provoj. Po ty me zemër nuk të shkon me kapir gjithë këtë fytyrë akull, si mund të rëndosh këtë fytyrë? Më thoni ju njerëz. Prandaj nuk po shkoj me bo shumë me reklama për super smooth fytyrën, super smooth. Asnjë editim zero, është super smooth. Ndrim, përse se e keni parë edhe në ekran. Gjeneta sot më ka ardhur me super energji, çuditërisht. Nuk e di domethënë. Gjithmonë më vjen o në gjumë, o me enerva, o është zënë me dikë, o është pa qef, o jam smur, sot është për Terezie. Sot kam pushu se ju kohë të familja një javë, ku morë energji. Sot Klaudia u shbu se ato gjakovaret, nuk ka sjell sa me pi, as me hongër. Unë jam... është mësuar që e ka gjithmonë këtu, nuk më përshtypje. Kjo është blashi më i mirë dhe më i preferuar në të dyjave. O po bre, o si Haribo një që kisha ngitë vetëm. Okej, tani po jetë fixing spray, ka super aromë. Ja, Gjeneta. O si Haribo e ka. Njerëz, na u habetëm të bëllav, edhe kjo mi ke shkry gati krejt vetullat. Nisan që unë e du mas shumë të të Klaudia. Jo vetullat. Me që kështu në njës. As bro lift, asa nuk duhet. Tani është koha gjumit. Unë flej. Kënë të shka shumë pasër të kësy. Sot. Që i të mbumë. Kjo të bolaf me mu, kjo pa arra që unë jam të i që zonë. A për të një mi ditë pra pas kena, dhe që unë i kam. Ne jemi shumë nga dyshme, edhe në video një përse një më fejtë, është një. Ja pra miq, deri tani folëm dhe thamë që ishim shumë rehat, tani fillojmë sikletin. Si shma që qërpek që të zë, që që kërë. E të ta shkullu, këtë? Bëllet? Një shka kërë zëjtësi. Vaj, kusho ke bukun. Gjenki! Qërë dhe ndëri? Ja, më. Kuma më Ferrari, baby, nuk o Mercedes. Rëve pak quka? O s'ka ma të bukur se ma në veç lodhëm zemër. A jetu ardha? Hajde pra të mërën.
luj. Mos më luj, mi se e bëna gafën. Se s'ma hap telefonin, zonë një. Se s'po më hap mund, kemi. Nuk u të zdanë mos të ma hapë telefonin. Ka boko, Tash kena një baby. edhe kur po du me andru me njerë ngjyrën, po du atë në pikë, du atë plodhën, Me që qëto baby pink. Sa njeri që do është një prej të bërë. Më falë, kush është kjo? Wow. Vënja, s'ke barkut. A do me të vonë e shkëqim? Pak. Njerës, mos harroni gjithë që shme komentu po të pëse. Please. Mos ja bëni një ditë sket.